Nafta lum vua. Nafta lum këte nga Mallakastra. Keq menaxhimi dhe hajdutëria e shtetit shqiptar dhe Al Petrolit ka bërë që sot ne të paguajmë një nga çmimet më të larta në botë të naftës, ndërkohë që nafta e vendit ton derdhet në prenjë dhe lumenj si mall pa zot. Në vitin 2013, Edi Rama dhe Rilindja erdhën në pushtet me premtimin për të ringritur industrinë përpunuese të naftës. Por pak vite më vonë, rezulton se Edi Rama është varrhinësi që hodhi lopatën e fundit të shkatrimit mbi rafinerinë e Baushit, që dikur përpunonte rreth 1 milion ton naftë bruto, ndërkohë sot është e mbushur me panele djelo. Për të ulur çmimin e naftës, duhet urgjentisht shteti të ulë nivelin e taksimit, sepse qeveria nuk mund të fitojë më shumë në kohë krizash. Ndërkohë, për ta zgjidhur problemin e çmimit të naftës, duhet të ringrëm industrinë përpunuese të naftës, gjë të cilën Edi Rama nuk e bën dot.